Për ne në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, shtëpia nuk është thjesht një objekt me mure e kulm, por piknisja e planifikimit të mirëfillt hapësinor. Në vizionin tonë, banimi dhe planifikimi i territorit janë të pandashme, banimi i sigurt, i dinjitetshëm dhe i integruar mirë në hapësirën që rrethon shtylla e mjedisit të shëndetshëm dhe zhvillimit të qëndrueshëm të qyteteve tona. Planifikimi hapësinor merr kuptim të plotë vetëm atëherë kur i shërben drejt për drejt mirëqenies së njerëzit. Duke u nisur nga ky vizion dhe pas një pune intenzive, projekti i banimit social adekuat ka arritur në fazën finale. Duke filluar nga dita e hënë, ne nisim në nënshkrimin e marrëveshjeve me 21 komuna përfituese, duke shënuar kështu investimin më të madh publik në fushën e banimit social në Kosovë. Ky projekt nuk është thjesht një ndërtim infrastrukturor, por një platformë e vërtetë për drejtësisë sociale ku askush nuk mbetet pas. Ai ka një vlerë prej 37 milion eurove, ku 25 milion euro financohen direkt prej Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës, ndërsa 12 milion euro nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Parimi themelor i këtij projekti është drejtësia, prandaj edhe shpërndarja e buxhetit nuk është bërë në mënyrë uniforme, por bazohet në gjendjen sociale dhe shkallën e varfërisë. Ndër komunat që kanë fituar më së shumti janë komuna Skënderajit, e cila përfiton fondin me vlerë prej 3.4 milion euro, pastaj radhitet komuna e Drenasit dhe ajo e Mitrovicës së Jugut me 2.250.000 euro dhe më pas komuna e Voshtrisë me 2.235.000 euro, ndërsa komuna tjera përfituese kanë marrë secila fonde në vlerën 2 milion euro. Nga ky investim pritet që të përfitojmë rreth 773 familje përmes 4 komponenteve: ndërtimit të njësive të reja, renovimit të banesave sociale, si dhe renovimit apo rindërtimit të shtëpive private për familje të cënueshme. Ky projekt ka një dimension thelbësor territorial, pra zhvillimin e balancuar të territorit. Por çfarë nënkupton saktësisht zhvillimi i balancuar i territorit dhe si lidhet ai me planifikimin hapësinor? Planifikimi hapësinor është shpërndarje e drejtë, logjike dhe qëndrueshme e jetës, burimeve dhe infrastrukturës në gjithë vendin. Planifikimi i mirë hapësinor është ai që banimin e sigurt për familjet e cënueshme e ka shtyllë kryesore. Ne nuk mund të pretendojmë se kemi qytete dhe fshatra të planifikuara mirë nëse brenda tyre tolerojmë hapësira ku familjet tona jetojnë në kushte degradimi e pasigurie. Zhvillimi i balancuar nënkupton që ne duam një Kosovë ku qendra urbane nuk mbipopullohet, ndërsa zonat e tjera nuk braktisen. Mbështetja familjeve në vend banimit e tyre ndihmon që mungesa e kushteve të banimit të mos bëhet shkak shtesë për shpërnguljen dhe migrimin e brendshëm. Kështu, ne sigurohemi që ata mos të shkëputen nga vendinjet e tyre, rrënjet e kujtimet e tyre. Kur investojmë në shtëpitë e një familje, aty ku ajo jeton, ne frenojmë urbanizimin e pakontrolluar, lehtësojmë presionin mbi infrastrukturën e qyteteve të mëdha dhe ruajmë vitalitetin e komuniteteve lokale. Kështu, ne i përkthejmë planifikimin hapësinor në një koncept teorik dhe prej një koncepti teorik në një realitet praktik jetësor. Po ashtu, ky projekt ka një dimension jetik, pransor dhe juridik. Të gjithë e dimë pasigurinë historike të statusit të pronave në Republikën e Kosovës. Për shtëpi që do të rinovohen dhe rindërtohen, rregullimi i statusit pransor është parakusht i detyrueshëm. Investimi ynë nuk mjaftohet tek vendosja e kulmit të ndonjë shtëpie, por kjo shërben si mekanizëm i formalizimit të pronësisë, duke pajisur kështu me dokumentacion të rregullt ligjor këtyre familjeve që po kthehet banimi i dinjitetshëm dhe këtë mënyrë ne po sigurojmë edhe një paqe mendore dhe një mbrojtje juridike për të ardhmen e tyre. Banimi social adekuat po shndrohet në një instrument të fuqishëm zhvillimi e përfshirje. Të hënën, me nisjen e nënshkrimeve të marrëveshjeve, pra me 21 komuna, ne po hapim kapitullin e ri në banimin e social, për dhënë qindra familjeve atë që meriton, pra një shtëpi të sigurt, në lagjin e tyre, në fshatin e tyre, jetë me dinjitet dhe një të ardhme plot shpresë. Faleminderit.